Po në raport me lekun, si keni marrëdhëniet? Blini rroba shumë, shpenzoni për veten, për fëmijët? Unë blej shumë. Blen, jam njeri që mërzitem shpejt me një gjë, e dua të ndroj. Edhe unë blej, po ke shpenzimi e kam fjallë. Ose qa shpenzoni nesi? Nesi? Për rroba. Përveç rroba. Sa është kjo? Amerika shumë mirë do ta marrë kurse unë, ndërsa unë... Posë bëri pazarit. Pazar. Ka dhe një shprejnë time që unë nuk e them dot, se ndosha bëhet si reklam HM, për kthej e vetë, po deshe, po e gjete, kujtës, është kujtës kë. Sa është kjo i them unë? X. Qami? Mua. Po, shiko, tani, shpenzoj dhe unë shumë, më pëlqen do më thënë të shpenzoj, po nuk jam, nuk jam e fiksuar ke gjërat e shtrenjta. Mjafton të ndihesh mirë. Ndihem mirë dhe nuk e di pse më shkojnë dhe gjërat që mund t'jenë me një çmim super të lirë. Po dhe unë blej gjërat lira, se na thonë gjithmonë, vërtet, Albana? Me firma ju? Po, po leme të, po leme që ato kjo. Po leme mo. Po të vërtetër. E di ku shpenzoj në të shtrenjta vetëm te këmba. E kuca, e sandale. Se vetëm ajo gjë e kam shumë të ndjeshme shputën, nuk e di, nuk blej dot gjëra konsumi, ose do t'i blej do t'i jetë për një javë pasaj, sepse më fillon probleme. Është ndjeshme ka poshtë. E kam të ndjeshme këmbët. Është ndjeshme.